Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë edhe më tutje të flasim rreth surës Isra, rreth së hartës 15 pikëshe që na lidhet me muajin Ramazan. Domthon të flasim rreth këtyre botkuptimeve që realisht na mungojnë, e cilat duhet me kultivu dhe me përvetësu në këtij muaji të begat. Ne përmendëm në ligjërat e kaluar, domthon shkurtimisht këtë punën e falënderimit. Wala alekum tashkurun. Allahu subhanahu wa ta'ala Isra, dhurriyyata man hamalna ma Nuh. E veçan Nuhun alayhis salam, innehu kana abdan shakura. Ka qenë rob, domthon ka qenë rob falënderues, i njehas, i përul, domthon ja ka ditë vlerën mirësive edhe begative të Allahut mëndues. Allahu thot më vonë inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Një pejgjera domthon që Kur'ani na nxit, na udhzon, na drejton, edhe na shpihet tek ajo, është falënderimi dhe mirënjohja. Një popull që nuk ekziston mirënjohja dhe falënderimi, ai popull është i destinuar që të shkatërrohet. Dhe realisht shpërdorimi i mirësive të Zotit Madhnushëm gjithmonë vëllazër na ndërlidhet ose është për shkak të mungesës së falënderimit. Dhe mund duhet kemi shumë kujdes me mirësitë që na e ka dhënë Allahu Madhnushëm, me lirinë, me kohën, me hapësinën, me mendin tonë. Ne mundohemi të japim shumë për Kosovën në Shqipëri sepse ju kemi shumë borxh atyre, por në anën tjetër kemi një, si më thon, një përgjegjësi as të madhe ka shik këtyre dy vendeve, ka shik ti kombit ton. Pikërisht edhe për shkak të kohës të madhe që kemi, lirisë të madhe që kemi. Që mos ta keq shpërdorim atë. Edhe mos ta shpërdorojmë. Sa ka dhe mund ta ruajmë, t'ia dim vlerën e kimetin, peshën. Mundohemi sa më shumë sa më tepër mund t'i japim të dyjave, se ju kemi shumë borxh atyre. Kemi shumë borxh. Kjo si më thon ajo, e para. E që tjetër që na mëson surja Isra, është që rruga e fitores nuk kalon, domethënë ka dorëzimi edhe nështrimi, por tek ballafaqimi dhe betejë. Rruga e fitores, rruga e ngadhimit, rruga e progresit, le themi rruga e shëndërtimit dhe pavarësimit, qoftë nga ana energjetike, ana ekonomike, sociale, qoftë tek ajo ana e sigurisë, edhe e kompaktësisë së shtetit të kriminal, qëndron pikërisht tek ballafaqimi dhe betejë. E Allahu thot, thumma radadna lakum al-karrata alayhim isil bani Israil wa amdadnakum bi amwal. Sa është që më don pasuria, angazhimi, edhe përgatitja. O benin, që njerëzit, fëmijët tanë, djemët tanë, në veçanti, nga ana e forcës, domethënë të jenë njerëz cilët e duan vendin, sakrifikojnë për vendin e kështu me radhë. O ja'alnakum akthara nafira, sa është e rëndësishme edhe kjo pjesa domethënë e akumulimit, edhe kjo pjesa nëse mundem të thonë e cila është më shumë anash se sa drejt për drejt e cila shihet, a kupton ta kemi një buxhet kështu solid, a kupton. Jo që pastaj të kemi nga jetë, më thonë kështu mundësi e rast që ta shpërndajmë sa më shumë tek ata që kanë domethënë më së shumti nevojë. Në anën tjetër, innehu kana abdan shakura, përveç kësaj pjesë që është tepër e rëndësishme, më kësur na mëson edhe diçka tjetër. Forca e vërtetë është ajo shpirtërore. Jo vetëm ajo materiale. Edhe si më konkretisht e kemi atë pjesën ose si më thon betejën e Hunenit. A kupton? Ato muslimanët domethënë kur menduan që burimi vetëm i forcës edhe i pathyeshmërisë së tyre është ajo ana materiale, pikërisht atë ditran. A kupton? Idh a'jabatkum kathratukum. Allahu huwa akthar shifa. Nasak. Akthar nafiyah. A kupton? A ditë domethënë muslimanët u vetmashtruan me numrin e madh të ushtarëve, të pasurisë, të kapitalit që posedon. Falam tughni ankum shay'a. A ditë domethënë si u ka hym punë, si u ka ndihmu asnjë gjë domethënë, asnjë gjë domethënë këtë çështje. Nëpërmjet asaj s'keni arritur të korrni asnjë fitore, qoftë edhe minimale. Dhe forca e vërtetë është shpirtërore. Realisht vëllazër, mirënjohjen, falënderimin, përuljen, edhe si më thon përdorimin ose mirë përdorimin e mirësive realisht e bën vetëm njëri, i cili realisht në vazhdimsi e kultivon dhe në vazhdimsi si më mbjell në zemrën e tij më këtë pjesën e mirënjohjes. Domthonë e ndërlidh mirësitë e Zotit Madhnushëm, begatitë e tij, vlerësimet, mbivlerësimet edhe dhuntitë e tij me kultivimin e kësaj mirënjohje ose këtij falënderimi në zemrën e tij. Dhe çfarë tha pejgamberi siç e tha me gjatë kaluar. Devotshmëria fillon edhe është këtu. Burimi i devotshmërisë është këtu. A kupton? Andaj forca e vërtetë është mund tek ajo pjesa shpirtërore.
jo vetëm tek ajo pjesa, domethënë materiale. Kjo është pak a shumë. Tash me ndërlidh me mesazhin e dytë, edhe në këtë mënyrë me ecë pak më shpejt për shkak të kohës, është përgjegjësia dhe përgjegjësimeria individuale siguron dhe mundëson suksesin shoqëror. Këtë më mëson. Prandaj le të mundohemi gjithsesi nga ne vëllezër në Ramazan, nëpërmjet, si më thon, ritualeve, atyre, si më thon, rregullave strikte, apo decisive dhe shumë precize, nëpërmjet këtij angazhimi dhe këtij sistemimi që ja bëjmë vetëvetëve tona në Ramazan, duke filluar që nga xhirimi, nga leximi i Kuranit, nga angazhimi ynë në punët tona të përditshme, në cilin do segment ose pore të jetës, dhe të mundohemi domosdoshmë ta kultivojmë këtë përgjegjësi, edhe këtë përgjegjësimëri individuale, në mënyrë që nëpërmjet kësaj përgjegjësie dhe përgjegjësimerie individuale nga gjithë secili nga ne, apo të arrijmë domosdoshmë ta përhapim edhe domosdoshmë kultivojmë, nxisim edhe dërgojmë pastaj në ato punët publike, në veçanti në administratën publike dhe shtetërore, këtë përgjegjësi dhe përgjegjësimëri e cila realisht e siguron e mundson dhe mirëmban suksesin dhe progresin shoqëror. Andaj Allahu s'ka tha me nihtet. Ai cili udhzohet, ai cili drejtohet, ai cili formohet dhe frymësohet, fa inna ma yahtadi li nafsi. Ai një mend udhzohet, drejtohet edhe shpëton për veten e tij, ose e ka drejtuar, shpëtuar, udhzuar edhe ndriçuar veten e tij. E kur ne ndriçohemi individualisht, padyshim, ajo është rruga e parë edhe hapi i parë drejt dritës ndriçimit edhe rregullimit edhe sistemimit gjërave nga ajo ana edhe pikpamja shoqërore. Andaj një prej gjërave që më shumë të na nxit surja Isra, nëse e shikojmë tërësinë e saj, është pikërisht kjo. Andaj Allahu ka thotë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." A kupton? Me prindërit tanë, sa jemi ne të kujdesshëm, sa jemi ne të mirësjellshëm, sa jemi ne bamirës, sa jemi ne korrekt me prindërit tanë. Se guri i provës për suksesin dhe progresin tonë shoqëror, hajde le të nisim prej respektit ose prej asoj sjelljes sonë nga shi prindëve tonë. Andaj, përgjegjësimeria individuale, nga ne, nga gjithë secili nga ne, padyshim e mundson e nis, edhe e përhap, edhe i ndihmon, edhe bëhet urë për atë suksesin, arritjen edhe për ndritjen shoqërore. Kjo është pak a shumë ajo pika e dytë, ai hapi i dytë. Me leja Allahut mëndueshëm do mundohemi ligjëratat e ashpëtesim sa edhe më shpejt, po besoj si më tek ato 3 ligjëratat e para e keni metodologjinë edhe ato gjëra kështu domosdoshmë bot kumtimore që na duhen